Strukturat e policisë së qarkut të Vlorës të angazhuara maksimalisht për menaxhimin sa më të dur të aktivitetit të rrethit 82 ciklistik të vendit. Për 3 ditë me radhë, strukturat e policisë rrugore dhe asaj të rendit janë angazhuar totalisht në menaxhimin e qarkullimit rrugor për t'i ardhur në ndihmë organizimit të eventit madhor të ciklizmit në qytet. Angazhim që ka filluar në etapën e 3 të këtij rrethi ciklistik, e cila startoi këtë event në Vlorë në orën 15 në mbritjen e ciklistëve nga Fieri në drejtim të Vlorës ditën e mërkurë. Më pas, angazhim maksimal dhe në etapën e 4 të këtij eventi, e cila ka filluar nga qendra e Vlorës tek Pusi i Mezinit në orën 11:40 për të vijuar më pas në drejtim të Imarës përmes aksit Peshkëpi Kuq Qeparo Dërmi Orikum Vlorë dhe në Lungomare, deri në orën 16 të ditës së njëjte, kur ky event ka patur një etapë të plot të zhvilluar në rrethin e Vlorës, ndërsa strukturat e policisë rrugore dhe asaj të rendit kanë patur edhe angazhim për menaxhimin e qarkullimit rrugor edhe në etapën e 5 të fundit në qytetin e Vlorës, etapë kjo e cila ka nisur nga shëtitoria Lungomare në bulevardin kryesor dhe në Pusin e Mezinit në orën 9:30 të mëngjesit të kësaj të premteje me 10:20, kohë kur kanë devijuar më pas në drejtim të qytetit të Fierit. Për këtë arsye, duke përfshirë dhe segmentet hyrëse dhe dalëse të qytetit, qarkullimi rrugor përgjatë këtij afati kohor ka qenë totalisht i bllokuar, duke u bllokuar më pas edhe qarkullimi në autostradën Levan-Vlorë, deri në përfundim të kalimit të gjithë ciklistëve në të. Jo vetëm qarkullimi i automjeteve, por edhe ai i këmbësorëve ka qenë i ndaluar përgjatë zhvillimit të etapës finale të ciklizmit në Vlorë. Për të menaxhuar qarkullimin rrugor dhe në mbështetje të aktivitetit, kanë qenë të angazhuar totalisht 10 efektiv të policisë rrugore dhe asaj të rendit, të pozicionuar nga zona e Lungomares deri në daljet e autostradës 100 vjetori i pavarësisë për të orientuar qarkullimin dhe për të bërë të mundur vijueshmërinë e këtij turi. Gjithashtu punonjës të policisë rrugore dhe asaj të rendit kanë shoqëruar ciklistët përgjatë gjithë itinerarit të tyre, duke ruajtur me efikasitet edhe perimetrin e sigurisë. Aktiviteti ka përfunduar pa incidente të shënuara brenda prishmërive, falë edhe masave të marra nga policia rrugore dhe ajo e rendit.